Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se keni ardhur në një javë të re, në një ditë të re e në një muaj të ri. Është pikërisht data 1 dhjetor 2025. Jemi futur praktikisht në muaj në fundi të këtij viti, i cili ka ikur fiks një maraton kaq shumë e shpejt e kaq intens çdo gjë dhe pothuajse nuk e kemi ndjer dhe gradualisht mbërritëm në dhjetor, në muajin zyrtar të festave, një prej muajve më të dashur për njerëzit tanë mban botës, i vërtetuar dhe shkencërisht që dritat e këtij muaji ndikojnë në atmosferën, në gjendjen emocionale të njerëzve në mbar botën. Unë jam Ronaldo Sharka, për të xhamë mua ndodhet Wizy DJ dhe do të jemi së bashku deri në orën 12:00 për gati 120 minuta në valët e Top Radio dhe gjithashtu në kanalin numër 10 në digital me audio dhe video për ju që po na ndiqni jo në radio, po nëpërmjet televizorit në shtëpinë tuaj. Dhe siç e do tradita, çdo fillim muaji na bashkangjitet në studio astrologja jone preferuar, tashmë Elena Demollari, mirë se vjen në program. Si je ti? Mirë. Mashallah dukesh. Për mashallah. Shkëlqen e tëra. Mos ta paf syri keq. Faleminderit. Si do të jetë dhjetori? Çfarë pritet? Do të jetë një muaj reflektimi, një muaj ku bëjmë llogaritë se si ka shkuar ky vit, çfarë pritet në dhjetor, më shpjego pak. Në dhjetor ku është e fokusuar energjia ndërplanetare. Energjia do jetë shumë e mirë krahasim me muajin nëntor, do kenë goxha ndryshime, do të ndihen njerëzit më të çliruar, më me energjik. Do kenë ngritje ekonomike, do kenë gjëra të mira, se kemi edhe festat përpara. Po. Mund të kemi edhe shpenzime. Shpërblime nga puna, apo jo s'ka lidhje. Shpërblime, mund të kemi edhe ngritje rroge, mund të kemi edhe shpërblime. Jo, ka shpërblime. Ne kështu përgatituni për shpërblime. Cilat shenja favorizohen këtë muaj? Favorizojnë Demi, Gaforia dhe Peshqit. Demi, Gaforia dhe Peshqit. Pse? Por arsye do kenë një energji më të fortë dhe shenja të tjera do jenë mirë, do kenë gjëra të mira, jo gjëra të këqija, por në përgjithësi do jenë mirë. Mrekulli. Dgjoj, shtyje pak fare mikrofonin këtij nga e djatha jote, nga ana ime, pakës fare, perfekte, në mënyrë që të vi zëri në mënyrë precize, se nuk dua që dëgjuesit të humbasin asnjë fjalë nga hapja e letrave tarot, se ndryshe nga studiot e tjera ku bëhet parashikimi astrologjik, ne kemi një veçanti, në fakt është veçantia e Elenës, që parashikimin e bëjmë nëpërmjet 5 letrave tarot. Po. Njerëzit mezi po presin, zonja Elena, nisim me të parën me dashin. Me dashin. 5 letrat e para tarot hapen për dashin. Si do të jetë dashi në muajin e fundit të vitit, në dhjetor? Do flasim gjithmonë në gjuhën e tarotit. Dashi beson shumë te krijuesi në universi. Për njerëzit mund të jetë shumë negativ, por për Zotin është i bekuar, ka bekimet e Zotit. Saturni mund të japi pak çekuilibrim, janë të rrethuar botës së tyre, por duhet të dalin nga bota e tyre dhe do kenë fillime të reja. Mos marri shumë opinionet e të tjerëve. Tash e themet e njerëzve. Janë persona që do punojnë, do kenë përfitime të vogla në lek, do marrin lajme të mira dhe çdo gjë gjatë dhjetorit, do marrin lajme të mira, çdo gjë do jetë e pastër si uji i kulluar. Në dashuri do jenë mirë, nuk shikojnë probleme shëndetësore, fejesa, martesa, shtatzani, pritje fëmijë dhe kanë diellin dhe çdo gjë do të jetë si mbar. Kush do ngeli shtatzan? Tani mund të jetë edhe një dash që kërkon një Tani unë dash jam. Jo ti, se po flasim për dash mashkull dhe dash femra. Po pra, ti po thua dashi. Po dashi ka mund të kërkoj një fëmijë thua, te partnera ime. Tani mund të kesh fejesa, martesa, shtatzani, pritje fëmijë, harmoni, lumturi, energji pozitive. Mund të jetë edhe një femër që mund të jetë shenjë dashit. Dhe kërkojnë shtatzani. Por do keni një energji pozitive se keni diellin dhe keni më letrën pozitive të tarotit. Që është? Është një super energji e mirë. Na ka rënë, ë? Dielli përfshin gjitha gjëra dhe do ecni mbar. Dashi në dhjetor që në kërka, si shemi ne në përditshmëri, tritol fare, bombardim energjisht të vulkan, bombardim energjisht të mira. Mirë, kalojmë tek pasardhësi i dashit, në thonjë sa sigurisht në formën e renditjes që është Demi. Si do të jetë dhjetori, muaj fundit i vitit për shenjën e Demit. 5 letra taroti hap zonja Eleni tashmë në studio dhe na bën parashikimin live si në asnjë studio tjetër.
Demi ka qarkallatuar për një person që ka humbur për 3 kërkesa janë refuzuar, po 2 përgjigje do parashtrohen. Qofse një dem është duke marrë disa përgjigje, do parashtrohen, do marrë përgjigjet për po. Do ketë pak pengesa, po do i kaloj këto pengesat. Mund të ketë dhe konkurrencë. Për momentin mund të ketë pak gjëra të ngrira, por universiteti do të jap diçka pozitive, do të çaj taku dhe do ecë përpara dhe do ketë fillime të reja. Fillime të reja. Fejesa martesa tavolin ditëlindje do gëzojnë, do marri lajme të gëzuara, nëse një dem është në pritje disa lajmeve, do marri lajme të gëzuara. Fejesa martesa planimetri në blirje shtëpi do gëzojnë, do lodrojnë. Nëse një dem ka menduar ose për të plotësuar për një projekt shtëpie, dëshira e tyre do t'i bëhet realitet. Në dashuri do jenë mirë, nuk shikoj probleme shëndetësore dhe çdo gjë do jetë okay dhe për shenjën e demit. Mirë, sigurisht ka keq as demi, mirë që ndërka në përgjithësi. Parashikojmë edhe një të tretë që janë binjakët për këtë pjesë, dhe më pas shkëputemi për pak reklama. Shkojmë tek shenja e tretë sipas renditjes në renditjen astrologjike të 12 shenjat të zodiakut që janë binjakët. Dhe zonja Elena Dëmëllari hap 5 letra të tjera të rrot. Binjakët mund të jenë pak zemërthyer në dashurin, mund të kenë një dashuri me re ose me shi, mund të jetë edhe një lidhje me vranësira, mund të jetë edhe një lidhje toksike, por mund të jenë thyer dhe gjatë jetës së tyre, gjërat mund të kenë pak të turbullta nga yjet. Po përsëri do kenë qartësime, udhëtime të gjata, mund të kenë pak probleme me shëndetin, janë në kërkim të një drite si njeriu i shenjtë për të kërkuar një dritë. Kërkojnë njëri të shenjtë. Njëri të shenjtë, mund të jetë edhe një spiritualist, por do dalin të fituar në gjitha drejtimet, do dalin drejta e tyre, nëse kanë të bëjnë me sanë gjyqësore, do dalin të fituar ose dokumenta sanë gjyqësore, ose nëse janë pritë do një princi të kaltër, do kinë rrugë zgjidhje në çdo aspekt. Pra kaq për binjakët. Ndërkohë, Wizi, çfarë bëjmë ne? Bëjmë një, okay, perfekt. Shkojmë në një hapësirë të shkurtër marketingu zonjë Dëmëllari, ndërkohë më pas bëhemi gati për Gaforën, Luanin, Virgjëreshën, Emerald, të gjitha shenjat. Ju mos të largoni. Si do të jetë muaji dhjetor, muaji i fundit i vitit 2025 për të lënë pastaj radhën vitit 2026 që ne shpresojmë të jetë mbar, por kemi kohë deri atëherë për të uruar, për të shpresuar. Fillimisht i marrim gjërat hap pas hapi dhe merremi me momentin. Momenti thotë që duhet të dimë si do të jetë dhjetori, nga çfarë duhet të ruhemi, çfarë duhet të kemi kujdes, e çfarë lajmesh pritën që të sjellë ky muaj në aspektin astrologjik. Zonja Elena Dëmëllari ndodhet në studio, astrologe e licencuar, e cila nëpërmjet 5 letrave të rrot parashikon fatin fatin e 12 shenjave të zodiakut. Të radhës janë Gaforet. Si do të jetë dhjetori për Gaforen? Gaforja, Mërkuri mund të japi një rëndë psiqike, psikologjike, por do manifestojnë. Janë në pritje disa lajmeve, do marrin lajme të mira. Nga në shpirtërore do gjejnë një qetësi shpirtërore, mos marrin opinione të tjerëve, duhet t'japin drejtim vetes së tyre. Venusi mund t'i bllokoj pak në dashuri, mund t'japi stres e mërzitje, por do kenë rrugëzidhje. Nuk shikoj probleme shëndetësore, përgjithësi do jenë mirë shenja Gafores. Çfarë pritet të ndodhi në një gjë veçantë për Gaforën këtë muaj? Besoj se në vitin 2026 do ketë ndryshime për Gaforën. Dakor, po dëgjoj, 2026 ndër parashikos në fund të muajit? Në fund të muajit. Do na bësh një parashikim për 2026, po me të dhjetorin një herë. Mirë, dhjetori do jetë mirë, domethënë. Nga çfarë duhet të ruan në dhjetor Gaforë? Duhet të kenë kujdes nga personat negative ose persona që nuk shikojnë drejtimet e tyre. Qartë. Pas Gaforës vjen Luani. Luani, pavarësisht që Luani ka pasur një lëkundje të financës, do ketë një stabilitet, një largim nga vendbanimi, një udhëtim jashtë shtetit, ngritje ekonomike. Në ana financiare do jenë të plotësuar, në dashuri do jenë mirë, nuk shikoj probleme me shëndetin. Qartë. Çdo gjë do jetë okay, por shikoj që Luani që nga me fat për këtë muaj se do jetë i plotësuar nga ana financiare. Që do të thotë? Do me thonë, ka një energji të fortë, me energjinë që ka do shpërthej dhe shikoj një ngritje ekonomike. Nëse një Luan ka të bëjë me çështje pronash, shëndet, llafi vërtet. Faleminderit dhe ndjes. S'ka problem, nëse ka të bëjë me çështje pronash, do bëhet një problem i madh. Nëse një Luan ka biznes, mund të ketë një ngritje në biznesin e tyre. Pra financa do të vlojnë për shenjën e Luanit në dhjetor, mbajini veshët 4 të dashur Luanër.
Shkojmë tek Radhës që janë Virgo, Virgjëreshës, një nga shenjat më detajiste të horoskopit që janë dhe kërnatë së fakto. Janë që bajnë shumë të mbledhur dorën. Po. Çfarë do të ndodhi në dhjetor me Virgjëreshën? Më thuaj disa detaje. Virgjëresha mos i bëj gjërat me së mbyllur se nuk e kupton se çfarë po. Se këto ka qenë pak naive? Ka qenë naive në kuptimin që i bëjnë gjërat si mbyllur. Mos të ndëroj shumë me sy hapur. Gjuhë popullore. Mos i bëjnë gjërat me sy mbyllur se nuk i kuptojnë se çfarë po ndodh mbrapa vetes së tyre. Kanë armën e besimit, armën e zemrës, i kanë vënë duart kryq. Nuk do jenë të sigurt, nuk do jenë stabil, do thonë ndoshta po, ndoshta jo, por në fund fare do kenë rrugëzgjidhje. Kontrata punë, firma, dokumenta duhet konsultohen, nëse kanë bënë me çështje ligjore, duhet konsultohen me një avokat, kërkojnë të drejtën e tyre, të vërtetën e tyre. Nëse kanë të bëjnë me çështje ligjore, me dokumentat ose me seanca gjyqësore, do dalin të fituar, do kenë rrugëzgjidhje. Janë shumë luftarak, kanë takime, telefonata, një rikthim i dashur ose një rikthim e dashure, udhëtime të porishme. Do të kthehet dikush në Virgjëresh të muaj? Po. Mund t'i kthehet ishi dashur ose ishe dashura. Do kenë takime, telefonata, udhëtime dhe çdo situatë i ka dalë furishëm. Nuk shikoj probleme shëndetësore. Në dashuri do kenë rikthim dhe do kenë një ngritje ekonomike financiare. Pavarësisht që kanë pasur lëkurje, do ketë një ngritje ekonomike. Highlights kryesor i Virgjëreshës për këtë muaj do të jetë një rikthim i fortë emocional që mund të jetë ishi dashuri ose ishe dashura. Po, Neptuni mund. Besoni funksionojnë rikthimet Sonja Demollari? Rikthimet funksionojnë. Unë mendoj të kundërtën, po gjesi. Jo, ka që funksionojnë, ka që edhe nuk funksionojnë. Kur nuk ka funksionuar herë në parë, mos prit të funksionojë herë në dytë. Tani mund të funksionojë 50%, 100% jo. Pra, se po them. Neptuni mund t'i mbaj pak pezull, mund t'i kem pak gjëra të çfarë duhet të bëjmë? Pra, çfarë thot astrologjia për Virgjëreshën? Me që parashikon që do ketë një rikthim nga ishi dashur ose ishe dashura, të shkojnë drejt tij apo drejt saj? Shiko, në qoftë se janë ndarë, mund të ketë një takim, një rikthim ose mund të ketë një komunikim, mund të ketë një takim, jo patjetër rikthim thua. Nuk është se të them takim 100%, por mund të ketë një telefonat, një rikthim. Neptuni do i mbaj pak pezull, mund t'ja zvarriti pak gjërat, por përsëri do kenë rrugëzgjidhje, do zgjidhen gjërat me kreativitet se kanë letrën e profecisë. Qartë, pas Virgjëreshës vijnë të balancuarit, Peshorja. Sa në balancë do ta ketë Peshorja jetën këtë muaj? Do derdhi lot gëzimi Peshorja. Që do të thotë? Duhet të kenë kujdes pak probleme me shëndetjen, duhet të kenë kujdes nga falimentimet, mund të kenë kaluar ndonjë operacion ose diçka tjetër, por shëndetjen në radhë të parë duhet të kenë kujdes. Nuk shikoj ndonjë vdekje, por mund të kenë edhe gjendje gripale dhe janë të vrarë, mund të vriten edhe pak shpirtërisht. Duhet të kenë kujdes nga persona që nuk shikojnë drejtimet e tyre, shikojnë drejtimet e ndryshme, janë në pritje disa lajmeve gjatë muajit dhjetor. Duhet të kenë kujdes se dikush mund t'ja presi lajmet në mes, kanë një karakter të fortë, një intuit fort, një energji të fortë, duhet t'japin kora e vetës, do jenë pak të mërzitur, pra universi do t'japi dhurata të bukura. Pra do të shpërblen këtë muaj. Do shpërblen, dashuri do jenë mirë, por në përgjithësi do jenë mirë edhe shenje peshores. Qartë, mrekulli, Uizi, ti çfarë shenjë ishe? Binjakët e bën parashikimin. Edhe a do ketë ka lajme të mira për binjakët të muaj me që kemi Uizin binjak? Ka, do ketë një ngritje ekonomike financiare. Uizi. Shpërblime të Uizi, dashuri. Administrata të rrit rrogën. Dëgjoj, Uizi me çfarë këngë e përshëndesim ne zonjën Demollari, me që kemi shumë xhan dhe që e duam shumë. Dirty Dancing, kërcim dashurie. E kemi atë Uizi apo është? Okej, pas reklamave thotë Uizi vendosim atë, tashmë shkojmë në një këngë tjetër që unë e kam humbur se kam një problem me monitorin, por jesi duhet të jetë një këngë shumë e bukur patjetër. Shijoni dhe rikthehemi shpejt në live from Tirana. Feel Love është e radhës që vjen për zonjën Demollari dhe për gjithë ju. Rikthehemi pas pak me të tjera shenja. Në këtë të hënë të datës 1 dhjetor 2025, unë jam Ronaldo Sharka, me në studio zonja Elena Demollari, astrologe e licencuar, e cila nëpërmjet letrave tarot bën parashikimin e 12 shenjave të zodiakut. Një traditë tashmë e kthyer në program në çdo fillim muaji dhe sot në Ara Fix e hënë data 1
Muaj i ri, javë e re, ditë e re. Zonja Elena Dëmëllari, e lam tek akrepi. Kjo është shenjë mikrofonin zonja Elena, okay. Okej. Akrepi, si do të jetë kjo shenjë mistrece këtë muaj? Si mistrece. Me helmi janë kështu. Jo, mirë do jenë, përgjithësi do jenë mirë, duhet të kenë kujdes se dikush do në mendimet e tyre, mund të lexoj mendimet e tyre, duhet të kenë kujdes nga personat negativ, shere debate, konflikte, duhet të shmangin debateve, konflikteve, mos marrëveshjeve, një konkurrencë, do ketë një ngritje ekonomike financiare, nëse një akrep ka biznes, do ketë ngritje ekonomike në biznes, do marrin lajmet mira, fejesa, martesa, planimetri në blirje shtëpi, do i ndogëzoj, do lëdrojnë. Qofse kanë menduar për projekte ose blirje shtëpi, dëshira e tyre do të bëhet realitet. Mund të bëhet realitet. Dashuri do jenë mirë, probleme shëndetësore nuk shoh, do jenë mirë. Okej, kjo ka rëndësi, shkojmë të radhës se janë në shigjetarët. Si do të jetë dhjetori për shigjetarët nëpërmjet letrave tarot? Shigjetarët kanë qenë pak të mërzitur, por disa kërkesa janë refuzuar, do kem fillime të reja, një dritë jeshile, universi do t'japi një dritë jeshile, do kenë një ngritje ekonomike financiare, fejesa, martesa, tavolin, ditëlindje do gëzojnë, do marrin lajme të gëzuara, në dashuri do jenë mirë, nuk shikoj probleme shëndetësore. Por do kenë një ngritje ekonomike, nëse një shigjetar ka biznes, do ketë ngritje ekonomike në biznesin e tyre. Nga çfarë duhet të ketë kujdes shigjetari këtë muaj? Duhet të ketë kujdes nga personat falso, miq të falso. I ka të shumë në jetën e tyre? Duhet t'i ketë. Po duhet të ketë kujdes. Çfarë mund të bëjnë ato këtë muaj? Atëherë un kam dhe shumë miq që kam shenjën e shigjetarit, po duhet të kenë kujdes nga shoqëritë falso. Po pse ma thua këtë? Diçka di ti? Jo diçka di, po zakonisht shigjetarët kur kanë shumë miqësi në mos njëri normali që do doli do një falso. Besprem. Bespremta. Qartë, mirë, shkojmë tek Briciapi, shenja e parafundit e zodiakut. Briciapi do shpenzojnë lek me që jemi në prag të festave të muajit, udhëtimet tregëtie biznesi duhet të ecën përpara, mos e kthejnë kokën mbrapa. Do kenë përfitime të vogla lek, do marrin lajme të mira, në dashuri do jenë mirë. Do kenë të bëjnë me persona që janë të lëkundur, e kanë mundësinë për të dhënë një shans dhe nuk të japin një lajm do e marrin të mirë, një lajm do e marrin të idhur. Të bëjnë gati se çdo gjë do jetë e pastër si uji kolluar. Përgjithësi do jenë mirë, nuk shikoj. Mirë, që kanë gjithë pothuajse këtë muaj. Po, që ka muaj i mbar. Është muaj i mbar. Qartë. Me që kemi kohë, marrim çik gjëra gjatë, peshqit, shenja e fundit të horoskopit. Ishim te ujori. Kaluam, e harruam ujorin. Syri keq ta ka thënë. Ujori. Ujori do ketë një ngarkesë, do jetë pak i lodhur, do thotë do dorëzon në momentin e fundit, por nuk do dorëzoj, do të çeli diçka e re. Dashuri pasionante pak në xhelozi. Duhet të largohen xhelozit ujorët. Okej. Të janë çik xheloz. Me një vendimari do marri një vendim, do gjykojnë për marrëdhënien që kanë dhe kanë një pozicion të mirë. Do rilindi diçka e re, do kenë goxha ndryshime në jetën e tyre, mund të ketë një Gjatë këtij muaji. Po, do ndryshojnë gjërat si në punë, si në dashuri, si në familje, mund të jetë një epokë e vjetër që do vdesë dhe do rilindi një epokë e re. Ngritje ekonomike, probleme shëndetësore nuk shikoj, po do jenë mirë dhe shenja ujori. Peshqit, çfarë pritet të ndodhë të muaj për peshqit, se më the dhe në nisët e programit që është një nga shenjat më me fat gjatë të dhjetorit? Peshqit do jetë shumë e fat, për muajin dhjetor do bëj një jetë luksi. Do ketë fillime të reja, një dritë jeshile, universi do të jap një dritë jeshile. Kontrata, puna, firma, dokumenta, mund të ketë një rinovim të kontrate, do jenë shumë të vendosur, do jenë një familje kompletuar, e plotësuar, viza, pasaporta, dokumenta do marrin përgjigje për po, nëse kanë bëjmë mesazhe gjyqësore. Në dashuri do jenë mirë, do kenë një ngritje ekonomike financiare. Por të gjitha shenjat e horoskopit duke përfshirë që nga dashi deri te peshqit, për muajin dhjetor do kenë gjëra të mira. Pra, dhjetori është i mbar. Dhjetori është një muaj i mbar, do kenë një energji super pozitive, do jenë mirë si në punë, si në dashuri, si në fan, si në financë. Duhet të kenë kujdes pak probleme me shëndetin, se janë edhe këto gjendjat gripale, por të gjitha shenjat për këtë muaj do jenë me fat. Që ka muaj i mirë, domethënë. Është muaj i mirë. Çfarë duhet të kemi kujdes të muaj, se tani jeta s'mund të jetë gjithmonë vaj. Atëherë duhet të ketë kujdes nga personat falso ose miqësitë falso. Duhet të ketë kujdes. Mund të ketë shmangim dot, se gjithë falso janë sot. Po normale. Po ka me njerëz vërtet, se ti mendon që ka njerëz vërtet? Absolutisht jo.
Skype pra të gjithë dalin në mëngjes nga shtëpia, vendosin rolin që i duhet ose për të mbijetuar, ose për të bërë, nuk e di, po. Jo, të gjithë njerëzit sot veshin një mask sepse të kërkon janë të maskuar. Koha. Po pra, sot është puna se si beson dot bluzës që ke veshur, jo ti besosh të tjerëve. Kështu që bëj sikur kuptove, bëj sikur s'dëgjove dhe shkon në shtëpi. Nëse për të gjithëve, sipas asaj që zonja Elena Demollari thotë se loka i censuar nëpërmjet letrave tarot në studio, dhjetori pritet të jetë një muaj i mbar. Është një muaj i mbar. Për të 12 shihet, ndërsa a kemi kështu rikthim të ishave këtë muaj? Po do të jetë një çik vështirë, mund të ketë një takim një telefonate, mund të ketë një takim telefonate. Ka që dhjetori i bën emocional edhe. Bëhet emocional, po mund të ketë një takim një telefonat, një komunikim. Por të them për rikthimet mund të jem 50%, por jo 100%. Qartë, interesante. Mirë, unë të falenderoj shumë, do të shihemi sërish në fund të muajit dhjetor për të parashikuar 2026, jo me 5, po me 10 do bëjmë atëherë që ta parashikojmë siç duhet, të marrim gjithkohë në dur, diku nga fundi i këtij muaji përpara se ti urojmë shqiptarëve gëzuar 2026. Por atëherë kemi kohë të shijojmë dhjetorin hapas hapi. Të falenderoj që ishin programe dashur. Faleminderit dhe juve, dhe mbarsi gjithë muajin. Të uroj një muaj të mbar. Edhe për ty, një muaj të mbar. Shkëputemi në reklama dhe rikthehemi shpejt në program.